Mirëmëngjesi, mirë se erdhët, ju urojmë javë të mbarë të gjithë shikuesve të Reze Dielli. Do të kemi një javë të re, me të zhvillime, me të ftuar, plot surpriza gjithashtu përsa i takon emocioneve që vinë, historive personale dhe i këshillave absolutisht temave të cilat lidhen me shëndetin tonë. Pikërisht sot në Bima dhe Shëndeti, si ditë e hënë me doktor Ylli Merian, flasim për erëzën më të shtrenjtë në botë, e cila kultivohet edhe në vendin tonë. Dhe për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për shafranin e kuq. Ato fije të kuqe kanë brenda vlera kurative të cilat duhet të dimë t'i shfrytëzojmë dhe për mënyrën se si i përdorim të vegjël e të rritur në gjendje të caktuara shëndetësore. Do të flasim për shafranin e kuq, pra, dhe një pjesë e konsiderueshme e bisedës së sotme do të ndalet për telefonatat tuaja. Kështu që na prisni deri në orën 10:05 me doktor Ylli Merian. Tani do të shkoj në kuzhinë, të filloj me njëherë me recetat për ditën e sotme. Dhe Albana që ne kanë nisur javën me hapje petësh. Që ka të shlutur mirë në fundjavë. Mirëmëngjesi. Of ma. Çfarë kemi këto petë sot? Çfarë gatuajmë? Si petët e lazanjës, po. Petët e lazanjës. Si zgatuajmë petët e lazanjës, sa bëjmë edhe petët e byrekut, gjë që do kalojnë në zjerje, nga zjerja kalojnë në atë blanshërimin e famshëm në ujin e ftohtë, vendosen në pecet, që të thahen dhe peta e parë dhe peta e sipërme është pet e tillë, pa uzier. Të tjerat janë çupa në ujë. Në ujë direkt. Qa më duhet? Pa tjetër, po. Më duhet kos, vezë, dhe kur themi ato vezët, vallaj, nga ato më të mirat. Ja, kjo është. Të bardhat, sot? Të bardhat, bardhoshe sot. Sot bardhoshet sot. O Vital, masa lash, madje akoma me pend pula, shikemi. 3 vezë në duhet, dhe ndërkohë që hapen petët e tjera, sepse kulaçkat edhe mund të thahen dhe të kryejnë ato koren sipër, ne shpejt së bashku me Anvisa do të mësojmë se çfarë duhet për të ndërtuar këtë recetë. Pra një byrek me peta të zjera, të cilin do ta mbushim me djath, me vezë dhe me kos. Ju dihet që do të përdorni një miell të çfarë do lloj përdorimi, siç është atlas. Në sasinë që ju mendoni se ju përmbush nevojat për antarët që keni në familje, zëmbrumin me ujë të vakët, padyshim, dhe më pas me krip. Uthull i ke shton? Jo. Pra ka 3 vezë, krip, 3 gota miell. Pra është treshe serioze. Normalisht edhe këtu janë. Të trio, kur thoshin. Vetëm ne jemi dyshe, jo serioze. Po pse? Kemi gatimin në mes. Shkojmë prapë. Kemi gatimin në mes. Si tha, me poetin bëhemi 3, miq të vjetër në moshtore. Kjo është. Por 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 petë të vogla. Ska, është qift, nuk... Këtu deri diku e qonë pastaj edhe në serioze, duke i zgjedhur të gjitha produktet, dhe ne kemi zgjedhur nga kompanit më të mira që i kemi këtu në vendin tonë, për t'i realizuar dhe për t'i gatuar receta, siç është ky byrek me petë të hapura vetë, të gatuar dhe të marrin një ngjyrë të verdhë petët. Si e shoh, edhe ti që në keme humor të mirë, në më të mirën e mundshme. Në më të mirën e mundshme dhe Andronidi. Do humor do jeshtu, se s'ke që të bësh. Jo, na jo është buron dhe gja. Në qo se ti nuk të buron, nuk secën. Edhe si kur mos buroj, do pikoj, sepse jemi përballë Anvisave. Dëgjo, pik, do dalim gjithmonë. Pik, vetëm... Qatia, rjesë. Baj, benzina, kur themi, s'ka më pik benzine makina, kurse ne jemi gjithmonë me full. E kam thënë, ne jemi si puna ati trenit me gaz. Po se të kjo është një mision që e kemi për Anvisat. Që s'kam pse të ndjejnë Anvisat, notat të tilla, të jo humorit të mirë. E të tjere. Tani, apri ca pet juve sot, meni këtë mielin Ola, t'ja u bëj petët flet cigare, sepse ashtu më duhen, edhe bëra laka, ja. Dhe tani, jo më koti lash të tilla. Filloj për t'i hapur me pak një seshte, se i mban ato butësin petët. Tani hap më mirë, hap të parën, normalisht edhe petën e dytë.
Të dyja këto i bëj bashk. E pas ke mbushur me vaj. Pik, do pikoj. Pikatoren, furçën. Edhe këtë tjetrën këtu. Disa pet po, disa pet lartë, i shtrem të E ke aty, mos u lodh fare, ku e ke që ta bësh me vaj. po. Opa, urt, tham. Sa mora ti 3? 3. 3 pet të vogla. Sepse më duhet e lëmë njanë. Tani, ajo që u hape madhe, ajo do të zjej? Do ta lë pak atë. Atë do ta lë pak. Tani, ne i hapim kaq të mëdha, sa ato kur zjejnë dhe mblidhen. Mblidhen. Dhe vendosen të rrudhosura. Dhe se që kanë një shije të veçantë petët kur fillimisht i zjejmë. Ajo pastaj do të kalojnë në furr për ta pjekur, por provojeni një herë fillimisht me këto petat e zjera, dhe pastaj mbushjen e kemi me vezë, me djath dhe me kos. 3 përbërësit kryesor për mbushjen Dëgjoj, e byrekut të sotëm. Niki, bëj datë mbushjen ti vetë, tasin ta kam lënë, ma e ma ujnë këtu. Ujnë e ftohtë duhet për t'i kaluar. Për t'i kaluar petët. 3 vezë, do t'i shtojmë në një tas, ku t'i bashkojmë pastaj me ose dhe me djath. E disi më duket vetja, mam se ato zëgarët i gjuhetis, që shkem shumë për tartuf, flasim. Afrojmë dhe them, që përpumi ke më. Po se s'mon drejtë edhe ti mu pas të ishë me nuhati. Si pas ke qënë me nuhati. Jo, nuhati, në punën time nuhati duhet ta kesh. Duhet ta kesh, po. Ka njërës që edhe se kanë do. Atere, e lë këtë këtu më një anu, sepse mua më duhet që të kem edhe vëndin goxha të lirë. E ke llogaritur sasinë e kosit, po e shtoj të gjithën, si që është. Atere. Na duhet që të bëhet një masë. Pra? Masë e plot, nuk po i shtoj Gjithçka do t'i shtosh? Djathi. Gjithçka do t'i shtosh tani. Ajde, nuk të vura furçët kot në kot. Jo, për krypën e kisha, për krypën. A ka djathi mjaftueshëm, a ke provuar? Jo, se kam provuar. Por është një djathi visë është ka më shumë kryp, djathi lopës ka më pak. Tani. Sërisht. Majmë edhe pak piper, ndoshta i duhet edhe pak. Dhe masa, ja, kremoze, me copëza djathi që ndihen, që janë të pranishme. Gati për ta mbushur. Brumi duket i mirë, se duket që hapen petët shumë kollaj dhe janë elastike, tepër elastike, ndërkohë nga ana tjetër po zien dhe ujë, në mënyrë që t'i vendosim për t'u zier. Përse i lë normalisht që edhe të shplodhen pak.
Sa do forcë ti ushtrosh, si do që ti punosh, këto petët nuk qahen. Sërish tani marr. Ta shikni pastaj rezultatin kur t'i vendosim për t'u zier, që ato me njëherë mblidhen, forcohen, sa të pak. Na edhe duhet të llogarisim disa centimetra më të mëdhaja se sa që duam për tepsin, duke patur parasysh të faktin që ato dhe mblidhen. Që ti kemi të posaçme për madhësinë e tepsisë që lyhem me vaj. Janë të tillë. E kemi lyer. Pra peta e parë duhet jetë Më e madhe. më e madhe. Ja. Një rol të madh luan normalisht edhe sa boshe kemi tavolinën. Po. Fillojmë ta zjem të parën. Në do ta zish këtë? Jo, kjo është, në këtë mbaje. Kjo do jetë baza. Baza, jo. Mirë shumë. Do vendosim mbushjet e kjo baza? Vetëm vajnë dhe mbushje jo, akoma. Tani, këtu ke gjalp, do bësh spërkatje me gjalp, sepse kam shtuar vajnë aty. Edhe këtë pjesën këtu. Ndjet kjo e fort aroma i gjalpit e njën, të jetim dhe pak këtu të mbushja, apo s'duhet? Ndjet pak aroma. Vetëm në arbujmë pak tepsin, sepse nuk më lë të punoj. Tani këto janë petë një nga një. Po. Këto do të zihen? Po. Pra japim sa baza e tavës. Që pas zjerjes së para apo të dytë, sa të provojmë zjerjen e parë që ta shohin zonjat. Edhe këtu është problemi, ja, sa të marri. Pak a shumë, kjo është masa që na duhet. Se janë haq të holla. Tani, fillon edhe merr vetë Super. Hapja e petës. Hidhim një sy ujit? S'ka gjë, që është e zjerësh, s'ka. S'ka çaj bëjmë neve më tepër. Një ton t'jeti nxehtë që të edhe hapet direkt një hapje. E vendosëm, e shikojmë pak tani formën dhe çfarë procesi ndodh kur ne i zjem, që peta forcohet, mblidhet dhe ashtu siç është, do ta vendosim direkt në ujë të ftohtë dhe më pas në tepsi. Pra, zjem për pak sekonda. Pasi bën ato procesin e vet, siç veprojmë me petët e lazanjës, kur ato i zbusim faktikisht, por ky është tjetër proces, por pak a shumë aq është koha që do t'i lëm petët për të marrë nxehtësi për t'u zier. Pavarësisht se janë të holla, ato aty marrin një formë të tillë. Dhe ngjan si plëncë ngjan kur e vendos tani tek uji i ftohtë. Edhe vendosim te uji i ftohtë me një sekond. Që ta shikoni, dhe prandaj e bëjmë më tepër, ja. Po më mirë ashtu me dorë, sepse hap dhe më kollaj. Siç e kemi, e kalojmë në një pecet kuzhine dhe kështu veprojmë dhe me petët e tjera. Unë filloj e punoj. Tani këtu pasi e pim ujin, do vendosim. Po.
Op. Pra lë vetëm sa të thajmë pak ujin e tepër, sepse pastaj rrezikojmë që të mos Ja, shiko. e marrim dot. Peta duhet jetë ja e rudhosur, e tillë. Dhe Mbi të, shtojmë petën e lëm diku këtu që mos të kem edhe unë të kem hapësirën. Shiko si del peta, edhe do bëhet një byrek pra provojmë një tjetër i fletëzuar. Po. Hapëm petën e parë, shtruam edhe një shtres nga përzierja jonë me kos, me vezë dhe me djath. Tani do të shkëputemi pak për mesazhin promocional. Vazhdojmë me pjesën e 2, të 3 dhe sa petë të tjera na kanë mbetur në këtë formë. Petë në të nxehtë të ftohtë dhe direkt në tepsi për ta mbushur. Shkëputemi për pak sekonda, rikthehemi shumë shpejt. Rikthehemi, vazhdojmë të përgatisim byrekun me petë të ziera të mbushur me kos, vezë dhe djath. Shohim së bashku dhe një recetën. Kemi vendosur ndërkohë petën e dytë për të zier dhe për ta shtruar. Për petët, i zëm me 3 gota miell dhe 3 vezë, ndaj dhe kanë të ngjyrën e verdhë, një majluge krip dhe ujë vakët sa të formohet brumi. E ndaj më pas në kulaçka, i hapim petë dhe veprojmë sipas këtij procesi. Për mbushjen, djath të bardhë, vezë po ashtu 3, kosi trash, 3-4 lugë gjalpi shkrir ose vaj. Të dyja, edhe kosi dhe gjalpi, vijnë nga kompania Lufra. I hapim tani dhe petët të tjera. Besoj se duhet të jetë, vetë procesi i parë është pak më i vështirë për ta nxjerrë nga uji i nxehtë, sa të forcohet dhe të vendoset më pas direkt në Pse nuk e vendosim direkt në tava të petën, sepse ajo do të qëndrojë para, do të ketë shumë ujë dhe e dyta do të qullet. Aty forcohet direkt në ujë të ftohtë. Madje duhet ta ndrojmë përsëri ujin, që ai të jetë vazhdimisht i ftohtë dhe jo të marrë nxehtësia e petëve. Edhe aku po të keni është akoma edhe më mirë. Siç veprojmë me spinaqin, me brokolin. Ja, vendos të petën unë, edhe heq tjetrën. Dikur, kur isha e re, më pëlqente, kur nëna bënte petët, mamaja, jo gjyshe, mamaja, zhurma e oklajit që jepte në tavolinë, po. Në astagaç besoj. Jo, në tavolinë. Tavolinë. Pra, shife, edhe peta krijon një zhurmë të këndshme. Ja, e kam hapur këtu pecetën. Atëherë, i sekond vi unë atje. Lure se o ta ndroj dhe ujnë, e vendos shumë me dorë si që është. Në dorë, po, edhe e shtrydhe dhe pak. Dhe të rudhosur si që është, do ta vendosim tek tepsia. Si që kemi? Bëhet aq e rrëshqitshme, kjo peta kur... Kam edhe një. Tani uji duhet të jetë i ftohtë, kështu që po e ndroj. Vendosi goxha mas. E se s'ka si do të, kjo është problemi. Dale. Mos të shqetësoj fare. E vendose? Ja, edhe mbushjen. Tani vendosi gjalpin, vendosi mirë gjalpin. Dhe s'ka, se s'mëri dora, është nuk... Nena duhet rezultati që do t'jetë një byrek me petë krokante, dhe kjo është një nga mënyrat, pavarësisht se ka dhe mënyrat të tjera. Këtë mënyrë kush e gatuan? Veriu? Kjo është faktikisht një recetë, jo, edhe, jo Veriu, jo. Juglindja e gatuan, goxha, po. Normalisht është edhe në vëndet që janë kufi me ne. Po quhet pet lazanjë. Po, ja i vendosim këtu tek ujë i ftohtë. E ndëruam. Mos ju shqetësoj, nëse peta çahet, absolutisht fare mos ju shqetësoj. Ajo në tepsi do të qëndrojë e rrudhur, kështu që nuk na pengon as pak. Sa më shumë qëndron peta, edhe kjo është edhe ideja që ndalojmë pak, aq më mirë është. Bëhet
një byrek i fletëzuar. Mjafton të jetë kështu e hapur, le të jetë e grisur. S'ka problem, nuk ka problem. Pak gjalp fillimisht. Këtë unë kam petën, pra, në dy duart kapim, japim pesh dhe të reheqim ansoren që të kemi hapjen e petës. Op. Një. Sigurohemi që të njomen Shiko sa është e holl peta? Ja. Op, e vendos këtu. Duket e holl, pastaj kur vendoset aty, plotësohet, trashet më shumë. Tani, kjo është e fundit. Një dhe peta e fundit. I lëm ato si që janë. Kose dhe vezë djath dhe për një shtres e kemi. Kjo do t'jetë peta që do t'a mbuloj. Peta e fundit do t'jetë e zirë, apo do t'jetë njësoj si peta e që shtrua me bazës? Tani, urdhëro që të merre unë me petën. Dhe hapet pak me madhe peta e fundit. Këtu, direkt në ujë të ftohtë. Pësë është edhe në nxehtë. Tani kjo peceta është shumë e lagur, po megjithatë na shërben sadopak që të kulloj ujë i tepërt. Opa. Pengon u klaja. Mbaruam me petët. Hedh gjithë masën. Një petë e verdh, një miell i duhur, op. Si është kjo punë? Është gati. Një sekund. Kemi gati se janë nga gjitha fusha petët din vajzat, o, djersa në balli undrin. Mulodhe mëj, mulodhe mëj. Po do të bësh dhe byrek të vështirë. Po, normal. Shika kosa, s'ka. Tani? Petën e fundit e vendosim. Ja, e tillë. Të madhe, të rrudur, sa të është e verë për shkak të pranisë dhe të vezëve. Sërish do t'i shtojmë edhe gjalpin. Dhe do presim të shohim rezultatin në fund, pasi ta kemi pjekur. Të shikojmë se çfarë diferencë sa i veçantë është nga byrekut e zakonshëm, dhe ne jemi mësuar të gatuajmë byrekun me kozveze dhe djath, duke i hapur petët në mënyrë të zakonshme, me apo pa kulaçka, por këtë herë vepruam paksa më ndryshe për të provuar një shije tjetër, një formë tjetër gatimi. Për ta përmirësuar tani bashkë me furçën i spërkasim për të qëndruar akoma. Direkte në furrë të parangrohur në pate 200. Ne do vendosim për të pjekur, ndërkohë sistemojmë tryezën për të kaluar tek receta e radhës, por më parë ka publicitet, ka reklama, rikthehemi për pjesën tjetër. Çfarë gatuajmë? Një supë me miell misri dhe me mëlçi, me të brendshme të baktisë. Okej. Ndërkohë byreku në furrë direkt për të pjekur. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit për ditën e sotme. T'ju sqaroj pak që kemi përgatitur deri tani, një byrek pak të veçantë me petë të zjera të mbushur kozveze djath, e kemi vendosur për të pjekur në furrë mbrapa meje, dhe tani do t'ju prezantojmë me
gatimi recetën e dytë. Pra, kam vendosur gjalpin, mielin e misrit, që e shuaj me ujë. Këtu, normalisht, kam vendosur të brëndshmet e qingjit, pra ka zemër, mëlçi, shpret. Cilat i ke zjerë? Unë i kam ka urdisur në fillim fare, pak fare dhe i kam zjerë. Normalisht kam erzat, krip, piper i zi, piper i kuq, paprika, kam kosin, sikur se kam edhe hudrat. O, peshtoj direkt. Shtoj të gjithë të masë, s'kam nevojë ta shtoj me garushde. S'kam nevojë ta përzijej me tel dore, ullë nxehtësinë dhe telpit e hudrës. Një, dy. Në bazë të masës që unë kam. Faktikisht e mirat mirave është një sarpi hudhër në dy duhet. Po, pa e përtypur. Si pa e përtypur? Tak, tak. Tak, pisha ashtu? Po, po. S'ke marrë asnjë vlerë, po thuaj se ashtu. Mirë bëre që e përtypet. Unë bra mirë sepse duhej. Për aromat e kështë Po, fjallë. faktikisht, po, për aromë që mos keshte në mëgjes dhe aroma vërtet bërë mirë hudhra, po aroma nuk të bërë mirë. Po mirë, sepse aroma është për për mbysë për stomakun. E lë, se e kam bërë me marak, dhe kush maraku im do thoni ju, maraku është ato të mielli i misrit. Mielin e misrit mund ta përdorni të bardhë, mund ta përdorni të verdh, mund të përdorni edhe mielin e ballokumeve. O, pi largoj të gjitha këto. Me detyrat e mia janë mirë. Kush është në kuzhinë mbi tenxhere dhe ka urdis këtë mielin e misrit Ola, e ndjen atë aromën e fortë të këndshme që ka ky lloj mielli në çdo gatim që përgatitet me të. Ja, këto e shto. Tani kam kosin. Marë pakës fare ujë. Gjë që e shtoj. Tani po fillon të zjej aty, ne i shtojmë edhe kosin e holluar. Normalisht nuk do presim që të trashë, se nuk duhet tjetë çorbë, tjetë trash fare, duke e lënë të ftohet, trashet akoma dhe më tepër. Pra ne në titullin e recetës çorbe kemi, çorbë me mëlçi. Pra, ne po të duam ta konsumojmë me bukë për shembull, me kubeti, pjesë e vogla, normalisht e lëm pak më të hollë. Nëse ne duam ta konsumojmë pa bukë, pa dritra, ne e lëm të tillë. Këtu, unë kam gjalpin edhe pakës piperin e kuq dhe piper të kuq. Normalisht mund t'i marr pak e largoj dhe me ndihmën pak fare vaj i arri qëllimit që t'i jap një aromë të duhur. Kam sa të shkri gjalpi dhe po ashtu të lëshoj aromë piperi kuq. Zgjedh pjesët me të brendshmet e baktis. Super. Ja, është gati për pak minuta. Shohim pak recetën tonë të shkruar, një çorbë me mëlçi, miell misri dhe me kos. Sigurisht i shtoni hudhra dhe përbërës të thjeshtë që ju shihni tani të lexuar në ekran. 300 gram mëlçi apo të brendshme bashk, 3 lugë gjelle me miell misri, 2 lugë gjelle me gjalp, 3-4 thelpinj hudhër, cilat i grinin rende, 4-5 lugë gjelle kos,
krip, piper i zi dhe piper i kuq. Çorba është gati për pak minuta. Përpara Nuk është e bërë akoma? Ne i kishim zier mëlçit dhe byreku me pet është në tryezë, do ta lëmë që të vijoj procesin e pjekjes, sepse si duket të hulloj dhe të piqet mirë edhe poshtë. Megjithatë, për t'i treguar të dyja recetat, ja, se që shihni janë në tryezë, do t'i gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube, në Reze Dielli, e po ashtu në rrjetet sociale me fotot përkatëse. Të lumshin duart. Shihemi nesër me të tjera receta në kuzhinë, ndërkohë së bashku do të shihemi pas fleshit informativ. Ju pres. Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti, si që shihni edhe prapa meje, do të flasim sot për këtë bimë kaq të veçantë, edhe kaq të çmuar të natyrës tonë, siç është shafrani i kuq. Është një nga thesallet më të rralla të natyrës, është një bimë që do kujdes të veçantë si në mbledhjen, por edhe për vlerat e tij të jashtëzakonshme është quajtur si ari i kuq. Mirë se erdhë doktor për të na treguar diçka më tepër për çajin me shafranin e kuq, aq më tepër dhe shumë interesant është fakti që kjo bimë tashmë kultivohet edhe në vendin tonë për shkak të vlerave komerciale të saj. Po edhe të vlerave komerciale, se është një nga bimët më të shtrenjta. Më të shtrenjta në botë. Kush e bën kaq të shtrenjtë? Më të shtrenjtë e bëjnë vlerat që ndodhen në këtë stigmën e asaj fije së kuqe që neve shikojmë. Pra, ndikimi i saj i gjithë fuqishëm në qarkullimin e gjakut lehtëson shumë mirë në tretjen, largon ato ngërçet e fijeve muskulore, sidomos te muskulatura e butë që janë këto zorët. Është e mrekullueshme sidomos si një qetësues nervor, por deri edhe tek ata që janë antidepresiv. Po çfarë është në të vërtetë shafrani? Është një bimë e cila edhe para çlirimit, le të themi, në Shqipëri ka ekzistuar, po biles në rrafshin e Dukagjinit e kështu ishin zonat veçanta me shafran të kuq dhe një ngjyrë floriri që ishin si thuash masive. Prandaj dhe e quajtën njëshin ari edhe kuq. për komercialitetin e saj, pra që quaj si zona e shafranit. Zona e shafranit. Mbas çlirimit humbi, ndërsa tash ka filluar që të kultivohet në Elbasan, në Peqin, në Dumre, në Pogradec tek Hysniu, edhe në disa zona tjera, por që janë më të pakta, më sporadike. E eksportojmë jashtë shafranin? Po, tregtohet një pjesë e vogël e tij tregtohet jashtë. Kërkon toka të lehta, nëse do ta di ndonjëri, toka skeletike të lehta. Nuk është preferent ndaj mikroelementeve që ndodhen në tokë, sepse nuk ka kërkesa për lagështirë, sepse ky si thuash vegjeton, lulëzon, ndërkohë që bien shirat e para të vjeshtës. Aty e ka gusht shtator, po. Atëherë fillon të nxjerrë ato si bishta qep të vogla kështu. Po, i pam edhe në ekran. Dhe mandej ky mbyll lulëzimin, si thuash, deri nga fillimi i muajit nëntor dhjetor. Ama siç e tham, kjo bimë do një punë të jashtëzakonshme, do durim, sepse mblidhet fije për fije apo jo? Shifeni se sa fije. Nuk ma do mendja që ta bëjnë të moshuarit, sepse do pak edhe sy të mpret. Është një fije ka që imët, sa mund të konsumohet kështu siç është, apo jo, përveç në çaj. Mund të themi duhen rreth 200 lule për të bërë 1 gram shafran. Për shembull, siç është ajo e kavanozi. Të paketimi këtu është 1 gram për shembull. Duhen 200 lule të tilla, imagjino se sa. 200 lule që të bëhen, pra 200 nga ato stigmat ose fijet e shafranit për të bërë 1 gram. Duhen afërsisht nga 200 deri në 500 ditë pune për të bërë 1 kilogram. Pra, nëse do futet pak mekanika, ulet numri fuqisë punëtore. Nëse gjithë shka do të bëhet me dorë, artizanale, kuptohet që harrin. Megjithatë po më thotë doktor që në, le të themi, fermerët të cilët e kultivojnë shafranin në Shqipëri, ka filluar ky procesi me këto makinerit për ta veçuar nga lulet. Një disk rrotullues, një presion ajri, dhe ai rrotullon lule dhe këto kputen shumë lehtë. Humbasin shumë apo jo? Jo, nuk humbasin shumë, po ai fiton në kohë maksimalisht. Pastaj ato thahen apo jo? Ato thahen. Këtu tek tharja njerëzit duhet të kenë shumë kujdes që ta bëjnë tharje në një temperaturë 35-38,
maksimumi 40 gradë. Pasi gjatë procesit të tharjes, atëherë ndodhin me të vërtet disa ndryshime. Vajrat esenciale fillojnë që të humbasin një pjesë e mirë e tyre. Vitamina C që ndodhet e pistilit e njoma, mundet të themi që në pjesa me madhe e saj largohet. Avullon është lehtësisht e avullueshme. Një pjesë e vajrave esenciale, si që janë këto, le të themi, që i japin aromën dhe që i japin atë vetinën neuroprotektive të saj, fillojnë që të na largohen. Pjesa tjetër mbetet. Pra, sa më ftohet, sa më errësirë tjetë, aq më shumë fiksohet ajo ngjyra dhe aq më shumë vlerat e shafranit janë në këto stigmat, në këto fijet e shafranit. Ajo që bie më shumë në spah, në sy, është kjo. Pëson një farë transformimi, ai komponenti aromatik, ajo pikokrocina dhe krocinina, të cilat i japin ati një veçori të tillë, i shtojnë atë aromën, e bëjnë më godice, e bëjnë më tonike, dhe i ruajnë atë jetëgjatësinë. Por, gjithmonë ata që e vjelin, duhet kënë parasysh tharjen maksimalisht në hije, jo në vend që ka lagështirë, në vend i ngritur, që kjo lagështirë ati ki lehtësisht si një shkëmbim, midis diferencave të avujve të ujit, dhe aty na mbeten vlerat më të mëdhaja të tij. Tani vlerat më të mëdhaja cilat janë, duke qenë se kanë konsideruar si ari i kuq. Kjo për shkak të çmimit të lartë që ekziston për këtë, ose për shkak të mënyrës se si kultivohet, puna, durimi, gjitha, apo edhe për shkak të vlerave që kanë në shëndet. Dhe çfarë vlera është të tilla? Janë pikërisht vlerat, për shembull, nëse ne do të marrim një stigmë, një fije nga këto, ajo që është natyrale, origjinale, është tamam si një trompet, si një burie. E hollë, e ngushtë poshtë ku bashkohet me kupën e lulës dhe vjen duke u zgjeruar në pjesën fundore të saj. Pra, jo si një qerpik, si tub, por në formën e një burie. Që do të dim edhe ta dallojmë, sepse... Po du të bëjmë dallimi se në treg mund të ketë edhe falsifikimet. Patjetër, mund të marrin mustaqet e misrit, t'i ngjyrosin me të kuqe dhe tregtojnë si shafran. Mund të marrin ato... Si e dallon konsumatori pastaj në shije, në aromë? Nëse ato stigmat janë si cilindrat të vegjël, atëherë kuptohet që kjo nuk është fije shafrani. Nëse vjen e ngushtë dhe e gjerë në pjesën e sipërme të majës dhe me një pak si degëzim, atëherë kjo është shafran. Pra, po të vëmë re këtu neve, ja. Po, nuk është... është e ngushtë nga baza dhe vjen duke u zgjeruar. Sa mund të shpjegohet zgjerimi në këtë fije kaq të hollë, po ta shikosh me sy të lirë e kupton. Në qoftë se do të bëjmë këtë gjë, që duam ta hetojmë nëse është shafran apo jo, mund të veprojmë në këtë mënyrë. Marrim një gotë me ujë të ngrohtë për shembull, hedhim afërsisht 10-15 fije shafrani. Ja po e provojmë ndërkohë. Dhe do të vëmë re që pak e nga pak shafrani do ta ngjyrosi ujin dhe do t'i japi atij një ngjyrë ari në floriri. Dhe përsëri ato fijet, ato stigmat do të na mbeten të kuqe. Në një shafran në një shafran të ngjyrosur, do të na ndodhi e kundërta. Ajo bëhet çaj, do të bëhet i kuq flak, edhe ato stigma do të bëhen të bardha. Të bardha, sepse janë thjesht mustaqe misi që aty të ngjyra me bojë. Ne përmendëm që kjo crocus sativa, aty në brendësi të saj ka këtë beta krocinën, e cila edhe alfa, beta, gamma. Atëhere, këto na japin ato beta karotenet, na japin atë ngjyrën e verdhë si të karotës. Më kupton? Deri në fund të bisedës ne do ta shikojmë se e lëshon atë ngjyrën pak e nga pak, shumë nga dalë. Shafran të ngjyrosur. E rëndësishme është ai çaj të mos na bëhet i kuq dhe stigmat mos të bëhen të bardha. Po. Ato do të qëndrojnë me ngjyrën e tyre, thjesht ngjyra e ujit do të jetë pak e nga pak, në mënyrë të përshkallëzuar, pra duke e shtuar pak e nga pak ngjyrën dhe të ruaj përsëri pistili, ai mirë thash, stigma, po pistile janë të lules, këto stigmat të na ruajnë përsëri të mbeten të kuqe. A është toksike nëse e teprojmë me dozën, doktor? Po, duke qenë që, shiko, nuk është vetëm kjo krocinina, pikokrocinina, por ka edhe
substancat të tjera, si që janë për shembull këto, le të flasim të polifenolet, që janë edhe anti-inflamator, kemi këto acidet kafeike, të cilat nëse do të teprohen, atëhere këto mund të na toksifikojnë organizmin. Por si do të veprojnë pra për përdorimin e tyre, për fëmijët për shembull, për të qetësuar pak sistemi nervor dhe për t'i larguar këto ngërçet e barkut dhe të zorrës, fëmijëve që janë 5-7 vjeç, mund t'ju japim maksimumi deri në 5 nga këto stigmat, nga këto fijet. Më tepër, atëherë ne më shumë i bëjmë keq atij sepse e japim një lumë të tërë me disa mikroelementesh dhe në veçanti po ta shikojmë kur neve e bëjmë çajin e përgatisim në këtë mënyrë, ne marrim atë kompleksin e vitaminave shumë të dobishme për sistemin nervor. Prandaj themi që është edhe antidepresiv i lehtë, sepse ka vitaminën B1, B2, B3, B6, shumë të nevojshme për sistemin nervor. Por ka edhe disa mikroelemente këtu në brendësi, duke filluar pra edhe nga hekuri, edhe zingu, edhe magnezi, edhe mangani, edhe kalciumi, të cilat janë të dobishme, sidomos për njerëzit që kanë mungesë të mikroelementeve, por edhe ndonjë anemi. Pra ai hekuri e kështu me radhë na ndihmojnë në funksionimin e mirë të organizmit, sepse këto mikroelement nxitin qarkullimin e gjakut dhe ndihmojnë shumë mirë në formimin e rruzave të kuqe të gjakut. Pra, me pak fije ne marrim me vlera për shëndetin e njeriut. Sa kohë mund të përdoret 10 fije ose sa është e përcaktuar sipas grup moshave? Kjo mund të përdoret edhe 20 ditë në muaj, edhe 25, nuk ka asnjë gjë të keqe. Se njerëzit fillojnë edhe nuk e ndalin, prandaj. Patjetër, jo, nuk ka asnjë gjë të keqe, e rëndësishme mos të teprohet doza. Le të themi për një të rritur, mund të shkojmë nga 10 deri në 15 fije. Ndonjë që është antidepresiv dhe ka nevojë për në tepër, mund të shkojë deri në 20 fije në ditë. Nëse një fëmijë i japim për shembull 20 stigma, 25 po të na shkaj dora dhe të mos i numëroj mirë, ati mund t'i japim kështu me vërtet një toksicitet. Se i vete, po patjetër të vjella, një plogështi dhe një ulje, një rëndes në sistemin nervor. Një lloj dobësie sepse këto elementë vijnë me vrull. Nxitje, por e kemi kaluar në tërheqje. Ky sikur don të mbrohet nga këto mikroelement të shumta që ky ka marrë. Domethënë, nëse kjo vitamina B3 është qetësuesi mirë nervor, ajo duhet merret me një dozë të caktuar. Dozat e larta e vrasin sistemin nervor. E këtë duhet ta kemi në veçanti për fëmijët. Ndërsa tek të rriturit nuk mund të themi që ai po të marrë 1 gram ditë, ky me të vërtet toksifikohet. Po të marrë 5 gram patjetër, ja ai kavanozi i vogël, sikur ai ta marrë ta konsumojë, është shumë toksike. Për t'i përthithur më mirë të gjithë elementët që shafrani këto fije të përmbajnë, si është mënyra më mirë, në ato që ne themi sinergjia ushqimore, ku dy elementë bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Atëherë le të themi kështu, këto përbërës bioaktiv që ndodhen në ato fijet e asaj. Duke marrë për shembull edhe kjo luteina, edhe kjo zeaksantina e të tjera, edhe krocina, edhe krocinina, të gjitha këto të gjitha shumëfishojnë aktivitetin e tyre nëse i marrim me këto pijet e ngrota, nëse mund ta shoqërojmë për shembull ja këtë çaj që ky do të bëhet avash çaj në këtë mënyrë. Pra, kjo tregon që ky është një shafran natyral. Atëherë, ky vjen nga zona e Pogradecit. Nëse do të marrim të shtojmë në të edhe pak mjalt, afërsisht le të themi, akoma kjo nuk është bërë tamam në atë pikun e saj. Do 10 minuta të paktën të qëndrojë. 15 minuta. Dhe po të shtojmë te ky çaj neve edhe pak mjalt, pra një lugë çaj me mjalt, atëherë vlerat e tij si thuash dyfishohen. Pse? Sepse na bashkohen edhe enzimat nga mjalti, por edhe glukoza, fruktoza, saharoza e tjera dhe plus enzimat, atëherë nuk marrim më vetëm pak le të themi atë kompleksin e vitaminave B1, B2, B3, B6, por marrim edhe enzimat nga mjalti. Antioksidantët patjetër. Po le të themi që ky është qetësues nervor sepse përmban edhe këto polifenolet, përmban këtë vitaminën B3,
por përmbante edhe këto krocinën dhe krocininën. Atëhere, nëse ne do të shtojmë diçka, për shembull, një kamomil, ose një valerian, një barblete, atëhere efekti qetësuesi i asaj gotës së çajit në mbrëmje do të bëhet shumë më i fortë. Po si mund ta marrim për shembull të kombinuar? Atëhere, ka disa që i marrin, i hedhin të dy anxhezve, i japin një vlim për shembull dhe është e gabuar vlimi se ja humbet vlerat? Patjetër, tek shafrani. Pak i kanë humbur nga tharja. Pak vajra esencial që na kanë mbetur aty për shembull. Do fillojnë që ato çik të paksohen rrugës me kalimin e muajve viteve. Dhe neve marrim atë kashtën pastaj. As ka donë shafrani prej vitesh? Po, 24 muaj një herë është aktiv elementet. Atëherë, si mund ta bëjmë çajin? Për shembull, nëse do të marrim këtë çajin e kamomilit, afërsisht të zijim, të përvlojmë, ose mund të japim një val të lehtë as 1 minutë tamam, ta hedhim ta lëmë ja 5-6 minuta kamomilit këtu, në atë që të mëftohet, dhe pastaj të marrim edhe ta kullojmë tek gota e çajit. Në gotën e çajit ne të hedhim fijet e shafranit. Pra, jo ta kalojmë që në procesin e zierjes. Shafrani nuk duhet të zjej, pra thjesht do të jetë në ujin e ngrohtë kamomilit. Mund ta zjej me barin e bletës, për shembull, mund ta zjej me murrizin. Pra, nëse duam që të bëjmë një çaj për të pastruar arterjet nga brenda, pasi është i mrekullueshëm, ose një çaj që të po të vëmë re ato rruazat e kuqe të gjakut, kur njeriu është i shëndetshëm, ngjyra e tyre është e pjekur e mirë, si ai rrushi. Po kur ajo është e dobët një njeri anemik, është si ai rrushi i papjekur, bëj një krahasim shumë vulgar që ta kuptojnë qytetarët, atëherë është si ajo roza e lehtë që akoma nuk ka arritur në ngjyrën e pjekjes të tij teknike, atëherë shafrani na ndihmon në forcimin e këtij pigmenti të ngjyrës së kuqe, të rruzave të kuqe. Atëherë mund ta përdorim këtë zierjen, murrizin lule, ta zjejmë më vete, 1-2 minuta, dhe mandej pastaj, kur e kullojmë që ta hedhim në gotën e çajit, atëherë hedhim këto fijet e shafranit. Pas 10 minutash për shembull, çajin ne do ta pim së bashku me stigmat e edhe me fijet, pra jo vetëm ato që kanë lëshuar fijet, por edhe që neve në sistemin e çfarë mbetet aty te fija që pa kaluar te uji? Mbeten shumë minerale, mbeten edhe një pjesë e mirë e flavonoideve. Pra, këtu me gjithse ky proces vazhdon akoma, për shembull, ky proces vazhdon. Dhe fijet janë po të kuqe si në fillim? Po, fijet janë po të kuqe, tregon që shafrani është natyral, është origjinal. Tash i shohim, ajo fryhet pak. Këto fijet jetin dhe në kos. Shumë e mirë, pasi kosi është i ftohtë, po aty marrim me të vërtetë ato vlerat e tij probiotike, dhe për t'i dhënë pak fuqi më tepër, ne mund ta shoqërojmë, për shembull, mund të shënojmë një recetë të tillë. Për shembull, 1 gotë kos, hedhim atë muslin 2-3 lugë gjelle, hedhim 1 lugë gjelle kardiomer, 10-15 fije shafrani. Kosi totalisht i gjithi do të bëhet i kuq, pasi ai kardiomeri përmban shumë boronicë dhe na jep atë ngjyrën vishnje të errët të kosit. Plus shafrani që ne do të shtojmë, ka boronicën, ka aronjën, ka hibiskusin. Të gjitha të thara të bluara, një përzierje unike për qarkullimin e gjakut, për tensionin, për zemrën. Është lehtësisht i përdorshëm nga të moshuarit. Më kupton? Po në këtë rast shoqërohet dhe me shafrani dhe vlerat e asaj pjatës së kosit, pa diskutim që janë shumë herë më të mëdha. Le të vemi tek ndonjë rast tjetër, një person që është, le të themi, impulsiv, që është depresiv, që sikur tërhiqet nga jeta, ndjen një zbrazti në organizmin e tij, kështu me radhë, atëherë unë do të thoshja, shafrani, në bashkëpunim edhe me qumshtin e bletës dhe me çajin Harmonia, është i mrekullueshëm për t'u përdorur. Për këta persona. Mirë, doktor, faleminderit shumë për bisedën dhe për këshillat apo informacionet që shpërndam sot për publikun në lidhje me shafranin e kuq. Ne po e konsumojmë këtë çajin. Na bën shumë mirë për ta vazhduar më tej ditën, ndërkohë nuk patëm kohë të prisnim telefonatat tuaja, por me siguri të hënën e ardhshme do të jemi direkt këtu në Rreze Dielli. Të uroj javë të mbar, doktor. Faleminderit. Bashkë do të shihemi nesër, kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim.